Zoti Karanja, lëm së bashku për të folur pak për rëndësinë e provave të mundshme apo paralajmërimeve që mund vinë në trajten e një prove të cilën zoti Velia pretendon që, apo materiale më saktë që jem korrekte, të cilën pretendon që e zotëron një USB-je. Tani provat që paraqiten para gjykatës, duke përfshirë dhe gjykatën kushtetuese, paraqiten formën e kërkuar nga ligji. Pra dhe një USB, nëse ka materiale, mund shkohet te një noter ose mund merret nga interneti ku ka një diçka. Por tash kur paraqitet prova, duke paraqit mund të ketë pamje filmike. USB-ja mund të ketë pamje filmike, mund të ketë video, mund të ketë dhëna të tjera, foto. Ajo provohet para se të shkosh në gjyq. Shef që hapet, s'mund të thësh që erdha në gjyq, po s'mhapet. Domethënë nuk ka kuptim. Mendoni që ishte ky mesazh i zotit Velia? Është një gabim jashtëzakonshëm që ai bën, sepse e di çfarë thotë gjykata. S'mapet prova tash. Është gabim apo është i qëllimshme, zoti Petra? Është pas sens kjo pjesa e kësaj mesazh. Është mesazh. Kjo është mesazh. Është pas sens, e para njëri që të vish në një proces ligjor, në një gjykatë që ligji e cila shqyrton nenin 62 që ti je shkarkuar apo jo konform këtij ligji apo të pjesës të ligjit për qeverisje vendore të pushtetit lokal, në fjalë të vish tani të thuash që un kam disa prova e tjera që të japësh mesazhe të tjera, problemi i gjykatës është fare i thjeshtë, që të thotë, zotëri, kjo nuk është pjesë e procesit dhe nuk janë ata që të marrin që ai të shprehë një mendim politik, që unë jam këtu politik. O zotëri, je në vendin që ti ke bërë një ankim konform për pjesën e shkarkimit. Dhe do të japësh, atë do të kërkosh parashtrimin tënd për atë ankim që ke bërë. Nëse s'e ke bërë. Kjo provë tash ti thua s'hapet tash. Ç'a kuptimi ka? Mund merret si presion. Unë them mund të jetë edhe për trupët gjykues. Pra është i provë tash. Ishte provë për anëtarët e gjykatës kushtetuese.